Një tjetër rast shqetësues për sigurinë ushqimore është konstatuar në Tiranë, ku inspektorët e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, apo siç njihet AKU, kanë ndërhyrë në një subjekt tregtar, duke sekuestruar një sasi të konsiderueshme mish pule. Gjatë kontrollit në ambientet e biznesit KMY, bllokuan 738 kg fileto dhe gjoks pule, pasi u evidentuan shkelje serioze të standardeve higjieno-sanitare. Sipas verifikimeve, mishi ishte trajtuar në kushte të papërshtatshme, duke u vendosur në tokë gjatë proceseve të ngrirjes dhe shkrirjes, po ashtu produkti ruhej në një ambient ku u konstatuan myk dhe ndryshk, element që përbëjnë rrezik të drejtpërdrejtë për shëndetin e konsumatorëve. Autoritetet theksojnë se në mungesë të ndërhyrjes në kohë, kjo sasi mund të kishte përfunduar në treg dhe të ishte konsumuar si produkt i sigurt. Në përfundim të inspektimit, AKU Tiranë vendosi pezullimin e aktivitetit të subjektit deri në plotësimin e të gjitha kushteve ligjore, ndërkohë sasia prej 738 kg mish pule e sekuestruar do t'i nënshtrohet procesit të asgjësimit.